Atëherë përshëndetje. Sot doja të tregoja një blet. Edhe t'ju thoja që e mbani mend kur ju thoja gjatë shtatorit, tetorit, vitin e kaluar që bleta ka nevojë t'i lësh aq korniza sa ajo i mbulon. Sepse nëse i lën korniza tjera plot me mjalt, ato nuk i nevojiten, sepse bleta nuk i konsumon ato gjatë dimrit. Bleta fokusohet më shumë te aty ku ka grumbullin, lëmshin dimëror. Ato kornizat i ketë plota, që i ka me blet i ketë plot me mjalt edhe është në rregull. Edhe shikoni këtë bletën, që kësa i kam pas lënë më shumë korniza me mjalt. Ja, si shihet mjalti është i vitit kaluar, as nuk e ka konsumu fare. Që i binte gjatë dimrit e kishte hëngër komplet. Po nuk e ka hëngër. Edhe kjo ka ngel pak më mrapa se tjerat, sepse kësa i kam pas lënë më shumë korniza, nuk e kam pas lënë aq të ngushtuar, aq të ngrohtë. Ja edhe korniza tjetër. Mjalti i vitit kaluar. Pas ka sjell pak polen, thash se e ka vazhdu pjellin dhe kjo. Kështë po mos t'ja kisha lënë këto dyja këtu, besoj se do kishte një pjellje më të mirë. Ja, këtu ka bërë pak pjellje. Këtu ka bërë një rreth të vogël. Edhe këtej. Nuk ka qenë ngjeshur sa duhet. Prandaj ato tjera që ua kam tregu herë tjera, që i shikoni pjellën cep, edhe ishin plot me mis deri jashtë, shikoni dallimin me këtë që ka pas më shumë korniza, sepse dikush më tha nuk ka nevojë, tha bleta ndahet, hapet vetë kur të doje. Normal që të hapet vetë kur të doje, por vonon më shumë se sa një blet kur e ke lënë të ngjeshur mirë. Ja dhe këtu korniza tjetër, edhe kjo është pjelli, nuk e ka rrit pjellin deri në fund, krahasim me bletët e tjera. Se në qoftë se i keni parë dhe ato të ndarjet e tetorit që kanë bërë vitin e kaluar, e kanë pjellin më të mirë se kjo. Se janë super të ngjeshura, po nuk i lej pa arsye edhe këto. Edhe këtu kam desh me pa një diçka tjetër, që mund t'ua tregoj një herë tjetër. Ja dhe korniza tjetër me pjellje. Mbretëresha e vitit kaluar pjellja është shumë e mirë, por nuk është e mbushur korniza cep edhe në cep. Si shihet edhe këtu ka vetëm këtë pjesën, dhe është me mjalt vullosur. Mjalt i vitit kaluar. Atëherë dhe ja prishim këtë mjaltin, që ta marrë edhe ta haje edhe ta zgjeroje pak pjelljen. Se ushqimi më i mirë që mund ta ushqeni bletën është mjalti. Jepni çfarë doni, po si mjalti nuk e jep efektin as te një tjetër. Dhe këtë kornizën si që pati ishte kështu, do ja kthejmë pra tjetër. Sepse këtu ka pjellje, edhe këtu do ketë pjellje, do vazhdojmë ta konsumojmë mjaltin edhe do mbushet korniza plot me pjellje. Ja te kjo këtu ja kam pas kthy herën e kaluar që e pa ta kontrollu, ja pa ta rrotullu këtë kornizën, si shihet këtë e ka rrit pjelljen cep edhe në cep. Mbretëresha është këtu në mes, si shikohet këtu ku ja kam prish herën tjetër mjaltin e vullosur, e kam mbush me pjellje deri në rreth. Që do ja prishim edhe këtë pjesën nga pak, që ta bëje kornizën e plotë dhe me këtë mjaltin që do ushqet, ajo e ka super vitamin. Ja dhe krau tjetër. Se i kam mbush me pjellje deri në cep, se herën tjetër e ka pas komplet me mjalt dhe e kam prishur dhe ka vazhdu ta konsumoje.
do ja lëm kështu siç ishte, nuk do ja kthem gra tjetër sepse ja kthytëm në kornizë tjetër. Kështu që për mendimin tim, bleta sa më mirë të rrje, sa më e ngjeshur të rrje, aq më mirë rezultate do kesh. Për mendimin tim, ky është mendimi im. Ju e dini më së miri se çfarë bëni. Unë gjithmonë jap mendimin tim. Edhe kjo është me pjellje. Por fundi është me mjalte edhe këtu. Edhe këti është me pjellje. Kësaj nuk po ja prish sot këto kornizën tjetër me mjalt, dhe ta hape vetë. Mjafton që 2 ja lirova. Shkojmë në kornizën e fundit. Korniza e fundit është me mjalt edhe me polen. Këtu është plot me polen. Edhe këti është me mjalt. Dhe se duket qartë dallimi, paktën këtu tek unë, nëse nuk i lej të ngushtuara, të ngjeshura mirë me bletë, gjitha kornizat siç i kam treguar dhe bletët e tjera, nuk na japin atë rezultatin siç e pres unë, siç e dua unë. Dhe siç shihet kjo, i kam lënë më shumë korniza. Këtu më duket se ka pas edhe një kornizë tjetër, por ja pata heq. Me shumë korniza nuk e bën punën siç duhet. Këtu kishim 1, 2, 3, 4. Por këto pjellje janë të vogla, këto nuk i quajmë janë pjellje të plotë. Ja. Deri këtu e ka pjellje. Pjesën brapa nuk e ka prek. Por nuk do ja prish këtë mjaltin të kornizat tjera, mjafton që ja prishëm tek 2-3 korniza. Edhe këtu ka pak mjalt, edhe pak pjellje. Siç e pa, të shikoni pjelljen si ka ardhur, ka bërë nga një rreth tek secila kornizë, nuk e ka mbush deri në fund. Sepse siç shihet nuk ka bletë deri në fund. Është tepër e qartë edhe tepër e thjeshtë. Do të jetë plot bletë kornizat që bleta ta zgjirojë të bëjë pjellje të mira, por derisa nuk janë të plota me mizë, nuk ta bën pjelljen. Kështu që mos u lodhni kot ju bletarët e ri që më thoni ka kaq pjellje, sepse disa e quajnë këtë pjellin këtu e quajnë e ka kornizën me pjellje. Pasi mu më shkojnë shumë bletarë të ndryshëm edhe shumë të ri, edhe thot se ka kaq korniza me pjellje. Po thoma çoni foto ta shoh se si është pjellja, më tregojnë të rrethin këtu, siç në rastin e kësaj. Atëherë kjo s'është, s'mund ta quajsh se është kornizë me pjellje, kjo është shumë e vogël. Ja, gjithë ky mjalt të rrin kot. Ja japim një pletë tjetër, këtë pse t'ja lejmë kësaj, kjo i ka. Ja japim një tjetër që i nevojitet. Sepse kjo e ka kot. Ushqim ka mjaftueshëm, po punojnë jashtë, po sillin polen, nuk i nevojitet diçka ekstra. Po mos kishte ushqim, do thoja se nga mungesa e ushqimit nuk ka arrit me bë pjellje, por kjo si shihet ka më se mjaftueshëm ushqim. Kështu që po e mbyllim. Edhe do shihemi me një video tjetër. Te kornizën normal që e japim një bletë tjetër, se ua kam thënë dhe shumë herë, kur dikush bletë ka shumë ushqim, mund ta marrësh të japësh një më të dobët, që dha ajo të ketë ushqim më mirë. S'është e rëndësishme që ti ke i shikon se disa vazhdojnë dhe i japin shërup shumë tani në këtë kohë, sepse thot tanë të bëje pjellje, por secilës bleti jepet në sasi në bazë të kornizave me pjellje që ka dhe në bazë të kolonisë që ka. Nuk mund të jepë shërup çdo 2 ditë apo çdo 3 ditë vazhdimisht kur e shikon se nuk e ka koloninë e mjaftueshme për ta zgjeruar pjelljen. Dhe duhet ta kuptoni qartë. Edhe mos u nxitoni sepse çdo gjë e ka atë procesin e vet që do qarkullojë. Nuk mund të ta nxisësh ti bëje pjellje më shumë përderisa nuk e ka koloninë e mjaftueshme. Kështu që s'kam diçka tjetër për të thënë. Thjesht kisha t'ua tregoj dhe këtë sepse secili bletar
bën punë të ndryshme, punon ndryshe. Dikush i lën me 10 korniza me mizë, me blet, dikush i lën me më pak. Por për mendimin tim është sa korniza ka bleta, ato t'jenë me ushqim, t'kenë edhe me blet. Jo t'jenë korniza si në rast kësaj ja heqa një kornizën prap sot, sepse siç i pat ajo ka bërë pjellje, por siç e pat te kjo bleta, kjo kishte bërë pjellje, po vetëm një rreth vogël këtu. Kishte 4 korniza, 5 korniza, vetëm një kornizë kishte të mbushur, tjerat i kishte nga një rreth. Kështu që kot është t'ja lesh plot, sepse gjitha kornizat kështu vazhdon duke i bën nga pak. Po në momentin që ti e len më të ngjeshur, mbushet me blet komplet korniza, atëherë ajo e bën pjellën, e shtron, e mbush mirë, sepse e ngrojnë edhe ushqejnë mirë. Këtë do ja japim bletës tjetër, që të shoh dikë që ka nevojë për ushqim, ja dhuroj. Kështu që t'ja kaloni bukur edhe shihemi me një video tjetër. Kështu që mund ma bëni një koment se për çfarë doni të bëj një video të radhës, që të më jepni një ide, sepse më kam bërë video tjera që i keni në YouTube edhe po kam ide për të bërë video, por këto janë ndryshe nga këto që mendoj unë, edhe ndryshe mund të keni ju në diçka që mundoni ju ndihmu. Kështu që t'ja kaloni mirë.